Habit mjeku, ja sa herë duhet të laj me flokët gjatë javës. Flokët janë shenjestër e lehtë e rrezeve të dëmshme të diellit, plurit dhe faktorëve të tjerë dëmtues që gjenden në ajër. Përpos tyre gjatë stinës së verës, flokët djersi tendentohen më shpejt, ndaj natyrshëm lind pyetja: a duhet të lahen shpesh flokët gjatë stinës së verës? Sa herë në javë duhet t'i lani ato gjatë dimrit? Nëse jeni një person që djersiteni shumë, atëherë duhet t'i lani flokët më shpesh, deri në 3 herë në javë. Nëse e shikoni të nevojshme, mund t'i lani edhe më shpesh. Volumi i flokëve gjithashtu është një kritik për të zbatuar ndryshimin midis larjes dhe periudhave të ndryshme të vitit. Nëse keni flokë të dendur dhe djersiteni shumë, atëherë duhet t'i lani flokët të paktën 3 herë në shampo me të paktën ndryshime të njëpasnjëshme. Nëse keni flokë të hollë, duhet t'i lani ato jo më shumë se 2 herë në javë, dhe kështu do të përmirësoni dukjen e flokut tuaj dhe do të evitoni dëmtimin e tij.